Fabrika e parë e riciklimit që Ministri i Mjedisit Lefter Koka zgjodhi të vizitojë pas lejimit të importit të mbetjeve ishte e njëjta fabrikë që vizitoi lideri i opozitës Lulzim Basha 2 muaj më parë. E pikërisht nga kjo fabrikë, Ministri Koka garantoi se ekzistojnë të gjitha kapacitetet për kontrollin e mbetjeve në mënyrë që në territorin shqiptar të mos hyjnë ato të rrezikshme. Vazhdoj të kërkojmë përgjegjësi, mirëkuptimin e shoqatave, e ambientalistëve, të çdo qytetari shqiptar. Të jenë të bindur nuk ka patur dhe nuk do të ketë mbetje të cilat mund të rrezikojnë jetën e çdo qytetari shqiptar, fëmijëve apo të çdo kujt. Në 12 korrik këtë fabrikë e vizitoi lideri i opozitës Lulzim Basha, i cili dëgjoi shqetësimet e investitorit se për shkak të rritjes së taksave e kostos së prodhimit prej 3 vitesh, ai nuk rriti dot asnjë pagë. Ne duam të transferohet një pjesë e taksës që do ju ulim, ta transferoni edhe ke rrogat. Votimi i sejntes nuk ishte thjesht momenti që shënoi lejimin e importit të mbetjeve, por edhe momenti kur të dy kampet politike ndryshuan pozicionet e tyre në raport me debatin disa vjeçar nëse Shqipëria duhet të marrë apo jo plehra nga jashtë. Socialistët argumentuan se industria e mjedisit ka nevojë për këtë ndryshim, e demokratët zgjodhen të adoptonin të njëjtat motive si ato të Edi Ramës 3 vjet më parë kundër importit.